Banorët e njësisë administrative Komsi në Bashkinë e Matit u njohën me projekt buxheti në vitin 2026, gjatë zhvillimit të dëgjesës publike me drejtues të bashkisë. Kryetari i detyrë i Bashkisë Mat Muslim Zeneli, shoqëruar nga kryetari i zgjedhur Altin Bojni dhe deputeti Agron Malaj, shpalosi prioritetet që janë për vitin e ardhshëm në këtë njësi administrative. Zeneli u shpreh se do të vijojë me fazën e dytë projekti për asfaltimin e rrugëve të fshatrave, si dhe do të bëhet përmirësimi i sistemit të ujit të pishëm. Kryebashkiaku në detyrë Muslim Zeneli u shpreh se një prioritet i veçantë në këtë njësi administrative do të jepet edhe zhvillimit të turizmit. Fokusi qendror të Bashkisë Mat do të mbeten problemet e investimeve, të cilat lidhen me rrugët, me përfundimin e 45 kilometrave, të cilat i kemi thënë qysh në fushatën elektorale synimi është të asfaltojmë tëra, dhe të ndërhyjmë në lagje të mëdha të cilat kanë nevojë të komunikojnë me rrugë cilësore. Veç saj, ne nuk do heqim dorën nga çështja e stabilizimit përfundimtar të ujësillësit, në veçanti ai i Frankfurt, por dhe i gjithë zonës përreth, ku ka probleme, në mënyrë që edhe kjo gangrene viteve të morë rrugë. Problem në zgjidhje sigurisht, ne do të shohim edhe mënyrën e ndërhyrjes në të gjithë segmentet rrugor që ditë të vështira të shiut që ra në vazhdimsi për më shumë se një javë, do përpiqemi të bëjmë një plan pune dhe veprimi për të riparuar dhe të përkujdesur për gjitha. Problemi i vaditjes në Frankfurt dhe në Badër merret problem shqetësues, të cilin duhet ta mendojmë hollësisht për ndërhyrje ato segment të vështirë natyral që ka nga Frankfurt deri në Badër, që edhe çështja e vaditjes të vjen në rrugë të mbarë. Sigurisht, investimet dhe përpjekjet e bashkisë nuk do të rreshtin, edhe për veprime dhe investime të tjera në fushën e turizmit, në mënyrë që dhe kësaj zone të hapet një dritare e komunikimit me turizmin. Banorët e pranishëm ngritën shqetësimin në lidhje me dëmtimin e rrugëve të fshatrave nga reshjet e fundit të shiut. Për këtë drejtuesit e bashkisë thanë se do të bëhet rehabilitimi i tyre shumë shpejt.